Flasim për një realitet të dukshëm, më të avancuar, krahasuar me të kaluara, por ende me sfida të qarta përpara. Sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga enti statistikor shtetëror, të reflektuara dhe në raport të UN Women, thonë se përfaqësimi grave në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut lëviz rreth 40%, një përqindje që e vendos vendin në një pozitë relativisht të mirë në rajon fal kuotave ligjore gjinore. Megjithatë, në nivel të pushtetit ekzekutiv dhe në pozita drejtuese, në sektorin privat, përqindja vazhdon të mbetet e ulët. Në nivel lokal, sipas analizave dhe statistikave të realizuara nga shoqata të ndryshme në vend dhe të huaja, situata tregon një panoramë më sfiduese. Rreth 36% e antarëve të këshillave komunale janë gra, duke reflektuar prezencën e kuotave gjinore në listat e kandidateve, por jo me dojmos ndikimin e tyre të plotë. Përfaqësimi grave si kryetare komunash është ende i kufizuar. Fillimisht ju përshëndes gjithëve, ju falemnderit që jeni përgjigjur ftesës sonë. Ju falemnderit shumë edhe panelisteve tona, zonjës Miqireme, zonjës Imalie, zonjës Sevim dhe zonjës Liliana. Falemnderit shumë që jeni sonte prezente bashkë me ne. Jemi mbledhur sonte të shënojmë 2 data të rëndësishme për shoqërinë e veçanërisht për ne gratë. Njëra datë, rrugtimi i secilës është për muaj i shenjtë dhe nga e cila kemi arritur deri këtu ku jemi, dhe tjetra për të treguar se sa me sakrificë gjinia femrore ka arritur deri këtu. Asnjë rrugë nuk është e lehtë për të arritur një qëllim të caktuar, por për gjininë femrore, kjo rrugë sikur ishte e shtruar me gjemba. Te sa këmbë të përgjakura lanë gjurmë, ku shkelin këmbët tona, jemi këtu për t'i kujtuar dhe për t'i vlerësuar bashkë me ju. Për të gjurmuar për të kaluarën dhe të tashmen, për kujtimet dhe përjetimet, për historinë dhe aktualitetin, Qendra për Kulturë organizoi këtë debat, i cili mendoj se ja vlen ndoshta të organizohet edhe më shpesh, që e gjithë kjo histori të përcillet brez pas brezi, sepse vërtet nuk guxon të mbetet në hares mundi i mësuesve tanë dhe mundi i gruas luftarake e pazëvendësueshme në misionin e saj, mirënjohje pafund për të gjitha zonjat e forta, stoike, që janë sonte në mesin tonë, por mirënjohje pafund edhe për ato zonja që ju nuk janë më në mes nesh, por që fryma e tyre ndjehet kudo. Ju falemnderit që ju përgjigjet ftesës sime. Kjo më motivon që unë si udhëheqëse e këtij institucioni kulturor, bashkë me stafin tim të mrekullueshëm, ju falemnderit ekipa ime, të punojmë në këtë drejtim akoma më shumë sepse e kaluara nuk duhet haruar, por edhe e tashmja duhet jetuar. Intelektualet e atëhershëm dhe patriotët, një ndër ata pandelisotiri që mori iniciativë që më 7 mars të vitit 1887 ta themelon mësojtorën e parë në Korçë, ku dhe u quajt mësojtoria e parë shqipe. Me njerë ju bashkëngjiten edhe andetar dhe intelektual tjerë, Sami Frashëri, Naim Frashëri dhe të tjerë. Gjithashtu, mund të them se kjo është një hap që simbolizon edhe ditën e arsimit shqip, dhe mu para 139 viteve fillon mësimi në gjuhën shqipe në trevat shqiptare. Në vendet që kanë qenë jashtë Shqipërisë nuk ka qenë situata më e mirë, do me thanë ka pas mungesë të mësimit në gjuhën shqipe, por dal nga dal me kalimin e barierave të ndryshme, peripecive të ndryshme, fillon të formohen edhe në për vende ku jetojnë shqiptarët mësojtore në gjuhën shqipe. Problemi ka qenë edhe i abetarëve të para, që me ata abetare kanë ardhur në vendet jashtë Shqipërisë në mënyrë ilegale, që të kenë mësojtoret abetare për ta mësuar gjuhën shqipe. Flas për Maqedoninë, për Kosovën, për Preshevën, Bujanovskën, Medvedjen e kështu me radhë. Fillon mësimi në gjuhën shqipe dhe ai mësim në gjuhën shqipe natyrisht se së pari kanë qenë të kyçur djemt në për ata shkolla shqipe, shumë pak numër, shumë simbolik i vajzave që kanë filluar të mësojnë në gjuhën shqipe. Historia është e gjatë dhe historia është e mundimshme, mirë po unë vetëm mund të ceki që e kam moshën që e kam dhe mburem me këtë moshë që e kam dhe
e kam një jetë të përmbushur me aktivitete dhe e plotësuar në çdo aspekt. Kur them në çdo aspekt se kam funksionuar në shumë dimensione të jetës time, edhe ju që e keni tani moshën, e keni bash adekvate për të funksionuar në shumë dimensione të jetës, qoftë familjare, qoftë ekonomike, qoftë sociale, e kështu me radhë. Kur flasim për emancipimin e femrës shqiptare, unë kam qenë kryetare e lidhjes gruas vitin 92 deri në vitin 2003. 11-12 vite kryesisht u theqa lidhjen e gruas shqiptare në nivel të Republikës së Maqedonisë. Më besoni se jam ballafaquar me vajza që akoma nuk ka ditë shkrim lexim. Dhe unë do t'i përmendja edhe mësueset e para të pollogut që kanë qenë edhe model, që kanë inspiruar edhe femra tjera që të shkollojnë, natyrisht edhe familje tjera që t'i shkollojnë vajzat, është mësuesja e ndjerë Hyreme Tresi, është mësuesja Elena Pulati, që ta jetën e ka përkushtuar për ata fëmijë i Arsimon të edukon. Mandej është Suela Skenderi dhe shumë të tjera që kanë qenë modeli kohës për të arsimuar dal nga dal edhe gjenia femnore. Mirë po, këtu nuk mund të anashkaloj edhe mjeket e para, se nuk ka qenë vetëm është dita e mësuesit, por prej mësuesve ka ndalë edhe shumë profile tjera, dhe mësuesit që ka nxjerr? Nxjerr të ri dhe të reja që profilizohen në shumë dimensione. Nuk do të anashkaloj edhe Iqbal Ferati Rusin, që një ndër mjeket e para të pollogut ka qenë dhe si ginekologe që ka punuar, dhe shumë femra tjera që kanë kontribuar dhe që i kemi pas si model. Në kohën që unë isha aktive me lidhjen e gruas shqiptare dhe që ceka se pengesë e madhe ka qenë mentaliteti, që përmendje dhe kolegja, traditat e kështu me radhë që është pengu gjithmonë të arsimohet femra shqiptare, të folish për emancipim, do më parakushte të kesh. Çfarë është emancipimi? Është socializimi i femrës, është që duhet të funksionon në çdo aspekt të jetës së saj. Dhe kësaj i priu themelimi i Universitetit të Tatovës, që jam edhe nënshkruese e aktit të themelimit të këtij institucioni, që sot jam krenare që prej asaj qendre dolen shumë të diplomuara femra, të magistruara, të doktoruara, që dikur në Gishta kanë qenë me arsimim magistër të themi apo doktora shkence, sot i kemi me qindra femra që natyrisht ka qenë inspirim edhe themelimi i UT-s. Por UT-ja lindje edhe universitetet tjera që sot nuk ka ndonjë pengesë për të arsimuar gjinia femrore. Lekton vetë ajo, se ndonjëherë edhe vendi i punës të nxit dhe të motivon të japësh gjithçka prej vetës. Dhe prandaj të japim dyert e të gjithë femrave që kanë mundësi të ulen në ata vende ku duhet. Profesionet të ndryshme kanë më vjen shumë keq që shoh magistre të diplomuara nuk e nënshmoj asnjë punë, larg qoftë. Po ku e ka vendin se ka, po është një shitse të themi, për fat të keq, kjo duhet të rregullohet nëpërmjet të sistemit politik. Dhe këtu politika e ka fjalën, unë e di dhe gjithmonë e ka pas, por edhe ne duhet të ndihmojmë në këtë aspekt, të mundsojmë gratë të gjejnë vendin e vetë në shoqëri. Në familje krejt e kemi gjetë vendin. Dhe jemi politiçare shumë të mira në familje. Politika fillon prej familjes. Se ta ditën bëjmë politikë me familjarët tonë. Qoftë me fëmijët, qoftë me burrin, qoftë me tjerët e kështu me radhë. Çfarë thonë arti i të mundshmës është politika. Po është art edhe familjen ta udhëheqësh dhe të kalojsh në mënyrë harmonike ta jetën me ata familjar që i ke. Kjo është edhe politika në shoqëri. Arti i të mundshmës. Do me thanë, duhet mundësia të jepet gjithkujt. Pa marrë parasysh veshma si lus femrat, ta përkrahin femrë. Mos t'jem penges, po ta përkrahin. Dhe mos të kemi paragjykime për ata femra që natyrisht paragjykimet janë pjesë e jetës sonë. Por kur të ballafaqohesh me një femër që ke pas paragjykime, i të i kalon krejt paragjykimet. Vetë bindesh se nuk është ashtu. Ne jemi të prirur se një fjalë të vogël t'ja shtojmë shumë bishta tjera. Edhe prandaj vetë duhet të verifikojmë gjërat, edhe vetë duhet të kemi besim në vete. Nëse kemi besim në vete, arrim shumë gjëra. Dhe më thyeni sa më lart besimit.
Jo për sot e nesër të mendoni, vizion duhet të keni, të arrini shumë se jeni të reja dhe gjithë shka mund të bani për këtë shoqëri. Международен празник, Ден на жената, традиционално се одбележува на 8 март, а воедно да го честитам и 7 март. Но едно, да не заборавиме, жената е достојна за внимание секој ден. Не само денес, не само еден ден во годината. Бидете горди што сте жени, достоинствени, мудри, храбри, силни, нежни и внимателни. Без женскиот принцип, оваа планета не би имала смисла, а ни постоење. Пред се духовно, женскиот принцип во себе ги содржи раѓањето и обстојувањето, а жената е уметник и благослов на човештвото. Огромен е бројот на жени, уметници, чии дела се вградени во фундаментот на нашата цивилизација. Затоа, овој ден, овој 8 март, треба да биде глорификација на нашите дела. Не е лесно да си жена во овој суров, ладен свет, ама нема да подклекнеме. Вие сте за мене столб на животот, столб на фамилијата, мајка, сопруга, пријателка, вредна и пожртвувана работничка. Рамо до рамо со мажите гордо чекориме во секој сегмент на општеството. Се надевам, ќе дојде денот кога жените равноправно ќе чекорат со мажите. Секој миг, не само на овој ден, во еден многу поправеден свет. Мислам дека тоа на жената ја дава најубавата светлина од надвор, а тоа е почита, но секоја од нас пред се треба да се бори и да ја развија својата внатрешна убавина. Денес, повеќе од било кога, до сега е важно да ги препознаеме предизвиците од ниспорат на патот до родовата еднаквост. Во борбата за еднаквост се изоставува еден многу важен момент, а тоа е опасноста од изедначување на родовото, занемарувајќи ги разликите. Тоа треба да е крајната цел, но на патот до целите мора да се уважат и препознаат личностите. Во потребите или родовата еднаквост мора да застапи соодветни потреби. Ова мора да вклучува еднаквост, третман или третман кој е различен, но кој се смета за еквивалентен во однос на правата, придобивките, обврските и можностите. И додека славиме победе за извојувани правдини, да останеме фокусирани и освестени за повредите кои ни се нанесуваат со одземање на вредностите во природата создадени и од Бога дадени. Денес повеќе од било кога до сега горда сум што сум жена. Како представник на ФАЗАОМ морам да кажам дека ФАЗАОМ е институција која действува како единствена осигурителна организација во која се спроведува задолжително здравствено осигурување врз начелата на взаемност, солидарност на цела територија на Републиката. Мисијата на ФАЗОМ е да обезбедува права и здравствени услуги од основниот пакет на услуги на осигурениците врз начелата на сеопфатност, на солидарност и еднаквост. Политиката за квалитет е достапен на јавноста и представува обврска на сите вработени. Клара Цеткин би ни кажала големо благодарам што не се откажуваме во борбата за вистинска еднаквост. Ви благодарам. Среќен 7 и 8 март на сите присутни и сите жени во светот. Уриме, тет Марсин, дите е граве. Proud to be a woman. Kur e biseduam me njomzën shkurt, kur folëm, më tha Emërlia, kemi arsye për të bërë fest ose protest.
edhe besoni më ka ngel nga jo ditë në mendje deri sot, realisht këto dy data janë për fest ose janë për protest. Ajo çfarë mund të themi sonde bashkërisht nuk kisha një skalet me shkrim, po do dalë komplet jashtë teme sepse këtu më lindi natyrë shumë spontaniteti për t'i biseduar disa çështje në mënyrë shumë të qetë dhe të bëjmë një bashkëbisedim ku besoj se shumica prej jush do të jeni dakord për ato çfarë unë do t'i shprehi dhe për këtë arsye nuk do flas atë që kam përgatit, sepse shumë gjëra i tha profesoresha në mënyrën më të mirë të mundshme, ashtu siç është shembull për të gjitha ne, po ashtu edhe parafolsja tjetër të cilën po ashtu e uroj për fjalimin motivues dhe fjalët më të mira që i tha për gratë. Kur të flasim për 78 marsin, në të gjithave në mendjen tonë na vjen në mendje mosuesi dhe gruaja. Dy emra shumë të rëndësishëm, shumë sublim, që të njëjtën kohë paraqesin triumfin, por edhe sakrificën. Në të njëjtën kohë paraqesin brishtësinë, por edhe vështirësitë. Pse kështu? Ndër vite, si shoqëri, kemi kaluar në për shumë peripeci. Nuk do ndalem të flasim për historikun, sepse realisht ambasadorët tona më të mira janë ata mësuesit e para të cilët morën guximin që të ngrisin zërin e gruas që mbas se unë jam sot këtu duke biseduar me ju. Dhe padyshim që mirënjohja ndaj tyre dhe respekti duhet të jetë gjithmonë dhe nuk duhet të harrohen. Por ajo çfarë është mjaft me rëndësie që duhet të diskutohet, e përmendi profesoresha pak është politika e unë sot jam pjesë e shumicës edhe si gjithmonë qeveria është fajtore. Unë sot ndjehem edhe fajtore, por mbi gjithatë do të jem shumë realiste, sepse gratë në Republikën e Maqedonisë së Veriut janë të përfaqësuara fal kuotave. Do të kisha thënë të mos ishin ato kuota, nuk e di sa do të ishte përfaqësimi jonë 40%, sepse është një luftë shumë e ashpër kur është ballafaqimi me burrat. Do thoni është e vërtet kjo? Realisht mos ishin kuota, do ta shihni në anën tjetër të medaljes. A ka gra të përfaqësuara? Po. Unë vej nga koalicioni Vlen ku shumica e deputetëve janë gra. Domethënë jemi 7 gra deputete në raport me 4 burra deputet që i kemi. Po çfarë thon statistikat? Nëse u referohemi statistikave dhe numrave real, në Republikën e Maqedonisë së Veriut 37% të përfaqësuesve i kemi gra në kuvend. Mund ta bëni një krahasim nga ana tjetër që i bie dikundi 63% i bie të janë burra. Në ekzekutiv si qëndron puna, domethënë që jemi të përfaqësuara me 18.5%. A kemi punë për të bërë? 10% tregojnë se përfaqësimi i grave në jetën politike, domethënë akoma mund të llogaritet si ulët. Megjithatë nuk është problem që ndodh vetëm në Republikën e Maqedonisë së Veriut, është një problem kur është përfaqësimi i grave edhe në për shumë vende të tjera. Unë do ndaj këtu me ju një bisedë shumë spontane me cilën e kam pasur me një delegacion nga Gjermania, ku realisht unë u shpreha në një mënyrë si e revoltuar se po të mos jenë kuotat, ne në Maqedoni nuk do jemi të përfaqësuara me këtë përqindje që jemi sot, dhe zonja që ishte prezent më tha, po e njëjta gjë është edhe në Gjermani. Edhe më besoni u stepa në një moment. Thash, në Gjermani, në një vend kaq demokratik, ku zëri i gruas ndjehet gjithandej, tha po, edhe ne kemi kuota, tha se sikur edhe ju. Në më thë çështja e përfaqësimit të grave dhe problemet e grave, unë e them shpesh është global. Dhe në qoftë se ndalena edhe më poshtë, atëherë duhet ta shohim se kjo ose ky problem në fakt duhet t'i tejkaloj edhe përkatësitë nacionale, edhe përkatësitë politike, sepse kur vjen puna tek çështjet të cilat i tangojnë gratë, domethënë janë të njëjta për gratë në të gjitha sferat. Andaj këtu duhet të them që si mund të përmirësohet kjo. Përveç ngritjes së zërit, më besoni se rrugë tjetër nuk ka, por edhe mbështetja ndaj njëra tjetrës. Në vend që të jemi kritikuese ndaj njëra tjetrës kur shohim ndonjë grua në opozicion, ne duhet të jemi mbështetëse, sepse sot më jam unë këtu, nesër mund të jetë dikush nga ju. Dhe besoni që ato momentet e vështira në rrugtime, cilat do qofshin ato, mbahen mend pikërisht nga njerëzit që ju kanë mbështet ose nga njerëzit që ju kanë lënë vetë. Dhe
Kjo le të jetë një mesazh në këtë ditë mjaft të rëndësishme për të gjitha ne si gra që të jemi krah njëra tjetrës dhe që të jemi zëri i njëra tjetrës, por edhe zëri i vetvetes. Pse them këto? E them këtë se në momente të caktuara kur neve na jepet mundësia të jemi të përfaqësuara, qoftë në politikë, qoftë në shkencë, nuk e di se ku, është një moment ku ne duhet përballemi me anën tjetër ose me forcën tjetër që fatkeqësisht gratë janë shumë pak pjesë e vendimarrjes. Dhe në moment kur ne nuk arrim ta ngritim zërin vet dhe të jemi ata të cilët duhet i kërkojmë të drejtat që na takojnë, më besoni se nuk na jep as kërkush. Kështu që kudo që të ndodheni, syqelësia, vigjilenca është mjaft e rëndësishme që të marrim atë që na takon dhe padyshim atë që meriton. Mirë po, unë gjithmonë kur flas më pëlqen të flas edhe anët pozitive dhe anët negative dhe avantazhet edhe disavantazhet. Dua t'i kujtoj me shumë nderime dhe me një respekt jashtëzakonisht të lartë gjeneratat e mëhershme, sepse janë mësueset e para, kanë qenë kontributi në nënave tona, kanë qenë sakrificat e grave ndër vite, sidomos grave shqiptare, ashtu siç e dim të gjitha ne, të cilët janë përballur me sfida të ndryshme, kanë kaluar në peripeci të ndryshme, që kanë krijuar breza të fortë të rinjësh, që sot janë ata të cilët janë pjesë e vendimarrjes, janë pjesë e ndërtimit të këtij vendi, janë po ata njerëz të cilët ne u referohemi. Mirë po, kur jemi tek gjeneratat e reja, më duket sikur disa gjëra i kemi lënë bastore, jemi fokusuar në shumë çështje të cilët na imponon koha, duke e lënë pak pasdore cilësinë dhe kualitetin. Kjo fatkeqësisht nga rezultatet të cilët ofrohen, domethënë në vendin tonë mbi suksesin e nxënësve në për të gjitha shkollat, unë nuk do ta përmendi sepse nuk është diçka e bukur për të thënë, por me plot bindje them se cilësia në arsim gara shumë. Dhe pse këtu fajtor kush janë, do ta them që është një përgjegjësi e cila na takon të gjithëve si shoqëri, duke filluar nga institucionet arsimore, por edhe institucioni familje. Sepse fokusi i kohëve të fundit ka kaluar nga ajo që është thelbësore esenciale në gjëra të cilët njeriu krijon një kënaqësi të momentit ose një satisfaksion e cila është shumë afaqkurtë e në fakt pasojat pastaj vërehen nga ana tjetër. Duke u nisur nga vetë fakti se foli për shumë gjëra konkrete, por realisht janë sfida me të cilët ne përballemi, unë dua të jap edhe një mesazh këtu që të jemi shumë më të vetëdijshme në pikën se si ne i rrisim brezat e ri, sepse nesër do të jenë pikërisht ata të cilët duhet ta ndërtojnë këtë shoqëri. A është gjitha kjo kështu siç unë u shpreh? Padyshim që jo, sepse gjithmonë çdo gjë ka anën e mirë dhe të keqe. Fatkeqësisht medalja i ka të dyja anët, kemi shpresë dhe kemi kapacitete, por ajo e jona është që t'i përkushtohemi punës, t'i përkushtohemi seriozitetit dhe që rezultatet të mos na mungojnë asnjëherë. Nga ana tjetër, dua ta shprehja edhe këtë fatkeqësisht për gratë, sidomos, ne me 5 mars në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut shënuam manifestimin e 8 marsit. Dhe ajo çfarë ishte shqetësuese është fakti se të gjitha fjalimet e kolegeve të mia në Kuvend nisën me një frym trishtimi për rastin tragjik të cilën ju besoj të gjithë jeni të vetëdijshme, humbja e jetës së nënës bashkë me vajzën e saj. Besoni më rënqethet trupi kur flas tani këtu për një rast të tillë kaq të rënd. Shpesh e kam dëgjuar thënien që nënat nuk kanë frikë nga vdekja, po kanë frikë se ku do i lejnë fëmijët dhe si duket rasti i fundit ishte pikërisht ky që një nën vendosi ta marrë me vete edhe një jetë të pafajshme. Dhe ne shënojmë 8 marsin, ashtu siç profesoresha e theksoi edhe më herët, një datë shumë të rëndësishme ku gratë kanë ngritur zërin për drejtësi e për barazi dhe fatkeqësisht sot të kësaj dite përballemi me raste të tilla mjaft të rënda. Këtu padyshim, pavarësisht se unë jam pjesë e pushtetit, them që përgjegjësia institucionale duhet të jetë ajo kryesorja, megjithatë rastet e tilla nuk janë vetëm që ta ngojnë përgjegjësinë institucionale, por është edhe aspekti njerëzor.
Në raste të tilla ne duhet të jemi krah grave edhe si shoqëri edhe si institucion mbi të gjitha si njerëz, të mbështesim dhe të përkrahim njëra tjetrën. Fatkeqësisht kohëve të fundit është bërë si një lloj fenomeni kur ndëgjojmë për problemet e dikujt ose kur ndëgjojmë për një hall ose një sfidë me cilën përballen të tjerët e sidomos kur ajo i tangon gratë, preferojmë të tërhiqemi ose të themi nuk është punë e jona. Mirë po një përkrahje, një fjalë mirë, një mbështetje, një kafe me një shoqe mund të ndihmoj shumë, pse jo edhe të shpëtoj jetë. Le të jetë këtu edhe një mesazh nga ana ime për të gjithë ne, por edhe për shoqërinë, kur shohim raste të tilla, të tregojmë solidaritet mbi të gjitha, të tregojmë anët tona njerëzore, që raste si kjo e fundit të mos përsëriten asnjëherë. E në qoftë se nuk kanë reaguar institucionet, unë e them këtë anën tjetër, ku është ndërgjegja shoqërore në këtë rast? Në një pallat me gjithë ata banor, ku është ndërgjegja e njerëzve të cilët e panë çdo ditë në vuajtje dhe nuk e ngritën zërin për një rast të tillë kaq të ndjeshëm? A kemi punë? Padyshim se po, sepse përveç asaj që duhet të kontribuojmë vazhdimisht në ngritjen e barazisë gjinore, në ngritjen e gëzimit të drejtave të barabarta, si të burrave dhe të grave, ne duhet të kontribuojmë dhe të punojmë shumë edhe si shoqëri. Ka shumë për të folë pikërisht për këto dy festa, dhe në qoftë se do duhet ta rumbullaksoj, kemi arsye edhe për fest, po siç duket kemi shumë arsye edhe për protest. Mbi të gjitha një vetdije e ngritur shoqërore. Unë besoj mbi të gjitha se është ajo e cila mund t'ju jap kahje dhe zgjidhje shumë çështjeve me të cilët ne si shoqëri përballemi e sidomos ne si gra ballafaqohemi dita e përditës. Do ndalem edhe pak, mbase mund ta them kështu, do më korrigjoj profesoresha një paragraf të fundit të kësaj të gjithë që e thash, pjesëmarrja e grave në politikë. Unë e di që ka shumë të ri e të reja, e sidomos të reja, të cilët dëshirojnë të jenë pjesë e politikës dhe unë nga këtu i inkurajoj që të mos hezitojnë, absolutisht të mos hezitojnë, sepse vetëm kur je pjesë e një procesi, atëherë i ke mundësit reale për të kontribuar dhe për të përmirësuar për të dhënë kontributin në përmirësimin e shoqërisë ose të gjërave të cilet ti në një farë kohë i ke pasur vetëm si imagjinare, por e shet që me pjesëmarrjen tënde të gjitha ata mund të bëhen reale. Kush është ajo pengesa dhe sfida kryesore? Padyshim janë paragjykimet dhe stereotipet me të cilat ne si gra përballemi ditë ditës e më shumë. Unë këtu do e ndaj me ju një fakt shumë personal. Në një nga organizatat e huaja që nuk do përmendi emrin, kur ka shpalosur raportin mbi përdorimin e dhunës dhe gjuhës së urrejtjes, në fakt të gjuhës së urrejtjes ndaj grave të cilët janë pjesë e politikës, unë isha e dita e ranguar në listë, ndaj të cilës është thënë çka është thënë. Megjithatë, më besoni se gjithë ata janë kthyer në forcë sa i përket asaj se unë se si kam parë personalisht, por më zhdash një kohë mirë të punoj edhe me familjen time për t'i bindur se janë thjesht paragjykime të njerëzve të cilët realisht nuk kanë çfarë të kontribuojnë tjetër në shoqëri e merren me gjëra koti. Le të mos jenë këto pengesa për të gjithë ju që keni ëndra dhe që keni dëshirë të kontribuoni për shoqërinë. Por këto pengesa t'i ktheni në forcë për veten dhe të shkëlqeni atje ku ju dëshironi dhe mendoni se duhet të jepni kontributin tuaj. Që të mos e zgjas më shumë, sepse kur folet me gra e kur folet midis grave, krijohet një komoditet i jashtëzakonshëm me gratë, si zakonisht ne kemi shumë llafe. Unë do e mbylli këtu e pastaj në qoftë se ka pyetje ose bëjmë një bashkëbisedim, me kënaqësi do i ndajmë bashkë eksperiencat dhe mendimet tona, por më lejoni ta falenderoj Njomzën për këtë organizim kaq të bukur sonte, për këto ndjesi të cilat na krijoi sonte. Besoj se të gjitha ju ndani po të njëjtën emocion ashtu siç edhe unë ndjehem në këto momente. Të faleminderit Njomza, e të shtofshin sukseset, të na mbledhni sa më shpesh në evente të tilla, që besoj se janë shumë të fritshme për ne si shoqëri, sidomos për ne si gra. Ju faleminderit. Kur Njomza më paraqit që t'jem paneliste, njerë si kur kisha atë dy mendje, se atë pranoj apo jo,
Jo nga ajo se kam frikë nga panelet, po nga ajo se çdo ditë ballafaqohem me një sfidë. Dhe ndonjëherë sikur ke një lodhje, pasi që nuk mund ato gra t'i ndihmosh. Në pushtetin lokal, çdo ditë trokit një grua, çdo ditë është një sfidë e re. Është një sfidë për ne, pasi që ende nuk kemi arritur në atë shkallë që ato gra të kenë mbështetje institucionale. Dhe në fund ngelin shpesh pa mbështetjen e institucionit përkatës. Përndryshe jam antare edhe bordit internacional të grave botërore me seli në Zhenev. Unë jam përfaqësuese nga Maqedonia aty dhe para disa dite kishim po në këtë temë një panel online ku të gjitha gratë shprehen mendimin e tyre dhe që të gjitha ndanin këtë. Po, 8 marsi letjes fest, po njëkohësisht edhe protest. Pse protest? Protest për të gjitha ato gra të cilat janë në pozita kyçe. Sot nuk kemi vetëm mësuese, si ishim më parë. Kishim mësuese të cilat nuk ishin vetëm që kryenin punën e tyre si mësuese, mirë po ato ishin edhe misionare në vete. Ato kishin një mision, sidomos në zonat rurale. Kemi dëgjuar shumë histori, cilat tregojnë se si i kanë shtyr që shumica e firmave të cilat s'kan mund të shkojnë në shkollë, mësueset kanë qenë shkak që t'i bindin prindët që ato të mësojnë. Mirë po sot nuk është e njëjta kohë. Sot kemi gra funksionare, kemi gra deputete, edhe pse në Maqedoninë e Veriut numri i përfaqësimit të grave diku 20%, mirë po në nivel botëror është 26% përfaqësimi i grave në përkuvende, do të thotë është edhe më i ulët. Kështu që kjo flet se ende kemi shumë punë për të bërë. Kur jemi të protesta, e cekën edhe panelistet tjera, se po, protesta është për ne cilat jemi në pozita kyçe. Ne kemi atë mundësi që të bëjmë diçka që ato nuk mund të bëjnë. Neve na është dhënë mundësia, kemi deputete e cila është në parlament dhe mund të jetë zëri i shumë grave. Dhe mund të bëjë shumë ndryshime nga atje. Janë shumë gra të cilat përfaqësojnë. Jemi në pushtetin lokal shumë gra. Sa ne ju i ndihmojmë atyre, sa ne mund të kontribojmë për ato është çështje tjetër. Prandaj them, kjo kategori e leadershipit janë për protest, jo për fest. Mirë po kush është për fest? Për fest janë po pikrisht ato gra cilat ne shpesh dime dhe t'i paragjykojnë. Festojnë ose vrapojnë bas duratave dhe është bërë disi temë çdo vjet ky debatit fest apo protest. Unë them ato duhet të festojnë. Në qoftë se një herë në vit ajo ndihet e privilegjuar të pranon një dhuratë apo një lule, apo të del të feston, pse mos feston? Le të ndihet edhe ajo një herë si ne. E dini se në komunë, e ceka edhe më para, çdo ditë kam nga një grua. Dhe ti ndëgjojsh zërat e tyre, dhe të ndëgjojsh se ende kemi po atë stres që nuk mund të dalin nga shtëpia pa pyetur komplet familjarët e tyre. Ti ndalesh dhe thua, sikur mos t'ja dish atë pjesën tjetër se ka qenë edhe e dhunuar edhe e rrahur pikërisht nga familjarët e tyre, ti do të duket vetëm si një fjalim i saj, na që karta tregon. Jo, ato nuk vjen rastisht aty në komunë. Komuna është vendi i fundit ku ato shohin një shpresë në gjithë atë errësirë. Shpesh e kemi biseduar, edhe vazhdoj ta bisedoj edhe me kryetarin, edhe me antar tjerë, duhet bërë një ndryshim. Mirë po një ndryshim pak më i fuqishëm. Ku zëri gjitha grave që momentalisht i kemi në pozita kyçe, të ngrenë që atë shtres e cila është ende prezente në mesin ton, ne t'i ndihmojmë që ato të ngrihen. Kishim rastin e fundit, do ta tregoj nga përvoja, e cila edhe më ka lënë një dhimbje në shpirt ka që një javë, kishim presidentin, pritjen e presidentit dhe ne mbështesim shpesh shoqatat e grave. Kjo shoqat është në Selinë Shkup, mirë po të gjitha gratë i ka nga Tetova, cilat punojnë për atë shoqat. Punojnë punime pundore,
me artizanale të ndryshme, të improvizuara, kaftane dhe ashtu të vendosura në rame për zbukurime dhe vendosëm që prej asaj shoqate t'ja japim presidentit, pasi që është edhe një simbol i aneve tona, dhe të tovë miremi me punimet artizanale. Eftoj drejtoreshën e shoqatës dhe i them, të lutem, mund një nga ato gra të vinë të jetë prezent, se kryetari ka vendosur të ja jep dhuratën ajo dhe t'i spjegon pak për motivet aty. Nga 40 gratë që kishte, gjitha nga viset rurale të Pollogut, asnjëra nuk pranoi. E dini pse? Pse shumica punonin 5 ditë familjarët e tyre, punonin dhe studentët që i kishte organizuar kjo shkojnë deri te shtëpitë e tyre, u marrin punimet dhe u dërgojnë të hollat. Do të thotë kemi ende kështu raste. Prandaj them, ne duhet shumë për të punuar, ne duhet shumë të jemi të zonja që ato gratë kenë të dalin në sipërfaqe. Spaku, jo, nuk them në pozita kyçe, jo, ato nuk mund, po spaku t'i nxjerrim nga i tërë i cili momentalisht janë. Janë të shumë ta besoni, unë vetë se kam besuar këtë. Mirë po nga rastet e fundit që kam në komunë, numri i tyre shkon duke u shtuar për fat të keq. Edhe pse sot kemi 2 universitete në Tetov, edhe pse shkollimi ka arritur, edhe pse kemi përfaqësim të grave në kuvent dhe në gjitha pozitat kyçe, ekziston edhe kjo shtresë për cilat ne duhet jemi pak më të zgjuara që spaku t'ju ndihmojmë. Prandaj, ngritja e dorës nga një grua për një grua tjetër është shumë. Spaku e ke atë mundësinë t'i thuash eja, unë jam pas teje. Prandaj, shpesh dim t'i paragjikojmë, pa i pyetur dhe pa i ndëgjuar njëherë se çfarë kanë përjetuar. Ju falimnderit, besoj se nuk isha e bezdishme mirë, po janë tema të cilat çdo ditë i preke dhe patjetër i kisha ndaj me ju se në komunë çdo ditë ndodh kjo, dhe është bërë rutinë. Ju falimnderit edhe një herë. Falimnderit shumë. Atë që thanë panelistët shumë jam dakord me ta. Mirë po, unë do të kisha thënë që ne gratë në përgjithësi 8 marsin manifestojmë shumë, duke harruar se sa vuajtje ndodhin nëpër botë, sa luftra e sa qindra jetë shkojnë. Mirë po përsëri ne jemi të prirura që shkojmë në restorant edhe të bëjmë zefk. Ashtu, duke i harruar ato momente shumë të dimshme. Po gjithsesi, jenë mirë këto debate, këto takime, këto tribina që të paktën dikush të mundet ta ngrejnë fjalën, që të bashkëgjejmë me gjithë viktimat, me gjithë gratë. Si vimi shumë bukur tha, rastet e ndryshme, do të thanë këto fshatrat rurale. Në fshatrat rurale ato nuk kanë edhe faj, sepse kështu e kanë edhe jetën, edhe jenë shumë të shkëputura nga qyteti. Mirë po, ne si gra mundemi shumë shpesh të shkojmë te ato edhe të organizojmë aktivitete të ndryshme, ku edhe ato do të dihen se dikush është bashkë me ta. Unë me para ajo që mundem qysh nesër të udhtoj në për gjithë marsinë të Tetovës, të ulem me ta, të ndigjoj gratë, nëpërmjet fondacioneve të ndryshme të mundemi t'i ndihmojmë, sepse ato e dim, është një shoqëri patriarkale ende ne, edhe e kanë shumë të vështirë gjithë punimet të vinë në qytet zbresën edhe t'i shesin. Edhe unë kam 30 vjetë përvojnë arsim, kam punuar për 10 vite në fshatin e komunë Mavrov Rosush, në fshatin Zhirovnic. Ati ishte një fenomen që vajzat deri në moshën 14 vjeçare mërëshin arsimin e fillor edhe nuk ishin ma asnjë të drejtë që të vazhdojnë, po puna e parë ishte e tyre në moshën 15 vjeçare ato të martohen me hoxhën, veç me fe, ndërsa në moshën 18 vjeçare të krynin ato procedurat të celebrimit në komunë. Edhe unë e pash se vajzat isha shumë e afërt me to dhe me familjarët, vajzat për ditë më qahashin. Po i mësue se si mundet nga ndihmojsh që nuk duhet të martohemi, mirë po ishin detyruara. Edhe unë e mora hapin e parë, atëherë ishte
nuk e mbaj mend si që është një DPT-e, edhe e bëm një vajzë që ta ndjekën shkollën e mesme në fshatin Rostush. Ishte një partist Maqedonase, s'më vjen në mend tash emri, po gjithsesi nuk ka lidhje, edhe unë e përkraha atë vajzën. U dola ballë gjithë fshatit. Mirë po, ndodhi që të më vinë këto të gazetarët e Vestit, edhe hoxhallarët e gjithë komunës, edhe kryetari i komunës në atë kohë, edhe më besoni që u atakovan mas shumë të madhe, personalisht, duke më thënë se kush je ti, të na i bësh vajzat me shkollë, ashtu, dhe më thënë, ta shkëpusish atë kontinuitetin që e kemi ne këtu në fshat. Diçka tjetër të kanë thënë, jo me shkollë, po të kanë thënë. Po qartë, tash mos e them, po. Të na i nxjerrish vajzat nga rruga e drejtë e Zotit, dhe më thënë, vajzat shkojnë, t'i presin flokët, shkojnë në shkollë dhe të bëhen ashtu që vjen turpe dhe ta them. U atakova shumë, u përbuza shumë, edhe unë, mirë po unë nuk e ndala atë, të paktën arrita të formoj një ekip basketbolli në vajzash, edhe për atim shumë krenare, sepse ato vajza qatë ekip me financa të ndryshme arrita që ta nxjerr nga fshati, edhe në fshat të bëj senzacion për herë të parë, sa ekzistonte në fshati një lojë basketbolli me vajza. Kështu që ka çka të folet, ka shumë për të folet për vajzat, për gratë, dhe më thënë duhet jemi të vetëdijshme, sepse nuk është 8 marsi veç një ditë, por çdo ditë, më shumë të ngritemi, për te asaj, unë edhe nxënësve në shkollë i them, le të flasin, kush don le të flet, le të hynë një vesh, në veshin tjetër le të del. Koha do të tregon se ju në çfarë rrugë do të nisni. Ashtu? Do të thënë që unë edhe jem shumë me afërt edhe me nxënësit, shpresoj për gjithë gratë, për gjithë vajzat, edhe si ka thënë ajo zonja e hekurt Margaret Thatcher, kur ka thënë se burrat veç bisedojnë, edhe është e vërtet, se burrat veç bisedojnë, ndërsa gratë janë ato që veprojnë. Këtu nisem prej nga vetja, po, e kom edhe kolege, drejtoresha një rizë këtu, ne edhe punojmë në shkollë, përveç që jemi edhe menaxhere, ne edhe punojmë edhe punë që s'na takojnë, po unë për vete nuk kam fare turp, nuk kam jem pa komplekse, edhe mundem edhe të laj, edhe të fshi, edhe të pastrojsh në shkollë ku punoj, edhe nuk e kom për turp fare. E bëj me krenari, e bëj për nxënësit e mi, e bëj për fëmijët tanë. Ashtu se në fund të muajit edhe kështu të vërtetë e paguam. Tam edhe zonja deputete tha se kemi për të folë kemi me orë të tëra, mirë po të nga nërpres, veç për para, ju e vajzat jeni të reja, mos ju ndalin fjalët e kojshive, ma po muhabetet e lagjes. Njerëzit do të merren me diçka. Ato që jenë të lexueshme do të marrin libra, ato që në rinj gjithë ditën ato do të flasin për ne, për ju, për gjithë. Mirë po, ju si është karavani le të lekin, karavani le të ecën, edhe dikur do të mbrim edhe te presidenti i Maqedonisë, pse mos. Ashtu? Përshëndetje drejt të gjithë, edhe falenderoj shumë për dërimin, për respektin. Faleminderit. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj, falenderoj përzemërsisht panelistët që ndanë nga koha e tyre për të na nderuar. Ju uroj festat 7 dhe 8 marsit, duke uruar çdo të mirë. Ju ftoj në koktejl e rastit, i cili është në pjesën tjetër, dhe falenderoj ujin Tepelena dhe ëmbëltoren Disea. Faleminderit edhe një herë.